Skulptori dhe piktori Ilirian Shima, i njohur sa në Shqipëri dhe në Greqi për gjurmën artistike, i pranishëm në Galerinë Art Saranda. Lidhja dhe simpatia artistike për piktorin dhe përgjegjësin e kësaj galerie Lefter Çeko kanë nxitur aktin e një donacioni të rrallë për këtë institucion arti. Ai ka ardhur nga Athina për të pasuruar fondin e Galerisë së Sarandës me portretin në teknikën e pleksiglas të artistës së famshme Maria Callas. Është një ditë e vlerësuar për mua, por për Galerinë Art Saranda. Se në momentin që unë jam duke bërë arkivin, duke dokumentuar, jo se kishim, tani bën një sistemim më special, vjen miku im, Ilirian Shima, një skulptor me emër, me personalitet, me veçoritë e tija të daltës, me gjurmët që ka lënë, për vlerat e veprave të tija që nga Nën Tereza në aerodromin ndërkombëtar të Tiranës, me Shqiponjë në Lushnjë, shumë vepra të tjera në institucione të ndryshme, por edhe gjithë ajo krijimtari e tija që në momentin para 35 vjetëve që u ngul në Athinë, që u dashurua si sot vetë ai pas mermerit dhe nuk mund ta lëshoj ta lej këtë dashuri, këtë mjeshtërinë e gdhëndjes së këtij mermeri që janë ndërtuar ndër vite, ndër shekuj, vepra monumentale të antikitetit dhe deri më sot Iliriani është një kontribues. Këtë e tregoi dhe ekspozita e tij e fundit në Galerinë e Arteve të Athinës muajin dhjetor në Athinë, që një personifikim i një skulptori që zotëron me mjeshtëri të gjitha mënyrat, format e shprehjes të skulpturës së tija dhe të pikturës bashkarisht. Pra, duke dhuruar këtë vepër të Marias Callas, një personalitet i muzikës operistike botërore, në galerinë tonë thot shumë gjëra. Kjo është një simbol i harmonisë, i asaj që neve artistët e kemi dhe do ta kemi për herë në punën tonë krijuese dhe për vitet e ardhshme. Skulptori Ilirian Shima, megjithëse i emigruar prej shumë vitesh në shtetin fqinj Greqi, ka gjurmë të fortë arti në Shqipërinë e zemrës së tij. Emri i tij është prezent në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Tiranë, ndërsa kratë e shqiponjës së tij hapen në hapësirën publike edhe të qytetit të Lushnjës. Punë shumë e rëndësishme për mua është edhe shqiponja në bronz, që është në Lushnjë, është 5 metra me 2,5, e cila u bë për vjetorin e Kongresit Lushnjës, një punë shumë e veçantë ajo, nga punët e mia më të mira sigurisht. Pastaj u kam marrë pjesë edhe në për ekspozitat përbashkëta këtu. Kam njerëz që adhurojnë artin tim, kam klientel të mirë edhe në Shqipëri, edhe pastaj është ekspozita që bëra në 2014 në Galeri Kombëtare. Këto janë 3, si me thonë, momentet më të rëndësishme të artit tim në Shqipëri. Ndërkaq në shtetin grek, artisti Ilirian Shima është me jetë aktive krijuese me ekspozita vetjake, të cilat kanë bërë përshtypje për veçantinë e tij krijuese. Kam shku në Athinë para 35 vitesh. Shkova, si me thonë, kam shku për ekspozita atëherë në Vula Center, po e vërteta është që Athina ishte një kurthi i bukur, e kuptoj, sidomos për artistët. Më majti mermeri, dashuria për mermerin atje. Atje njofta mermerin edhe nuk më ka lëshu akoma mermeri. Aty ushtru jeta ime, si me thonë. E kuptoj, edhe si familje, aty krijova familjen, aty bona karierën, pa çka që Shqipërinë nuk e kam da kur, e kuptoj. Edhe ka bërë ekspozit tash në Shqipëri në Galeri Kombëtare, atje kam bërë 13 ekspozita personale. Jam marrë shumë me dekoracion,
Jam shumë i njoft në dekoracion, kam hyrë në shtëpitë më të mira të Athinës, si me thonë, edhe nga ana dekoracioni edhe nga ana e artit të kavalerit. Tashmë portreti Maria Callas do të jetë pjesë e ekspozimit të veprave më të mira në eksponatet e Galerisë së Sarandës, që për drejtuesin Lefter Çeko, kjo ditë durimi është e veçantë në ditarin e këtij institucioni arti. Galeria Art Saranda ka hyrë si vjet në vitin e 14 të jetës artistike të saj, gjatë të cilave është rritur profesionalisht duke patur si kriter të parë cilësinë artistike.